Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammad ibn Abdullah al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet ja përcjellim Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, na inshallah taala do të rikujtojmë diçka nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga mësimet e tij, nga udhëzimet e tij lidhje me edukimin e fëmijëve. Pasi që fëmijët janë një gjë shumë e rëndësishme për prindërit dhe ajo është në fakt e ardhmja e njerëzimit, e ardhmja e gjeneratave. Dhe ata janë përcjellësit e vlerave për një brezin e brezin tjetër. Dhe më për këtë, na inshallah taala do të rikujtojmë diçka lidhje me këtë tematik, pasi që e vguton në kanosën shumë rreziqe për sa i përket fëmijëve tonë. Na inshallah taala disa këshilla që janë të nxjerrura nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mësimet e tij lidhje me edukimin e fëmijëve. Pikë e parë, fëmijët tanë të nderuar duhet që t'ja u mësojmë akiden dhe besimin e pastër. Akiden dhe besimin e pastër. Duhet fillimisht t'i njoftojmë me krijuesin e tyre. Kush o krijuesi juaj, i joni, i qiellit, i tokës dhe i çdo gjë që na rrethon? Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu jalla fi ula. Dhe nga këtu e kena të nderuar shembullin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra hadithin të cilën transmeton Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, atëherë kur ishte fëmijë, çka i mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij? Tha ja ghulam inni uallimuka kalimat. O djalosh i vogël i ri, unë po t'i mësoj disa fjalë. Cilat janë ato? Ihfazillaha yahfazuk. Ruaja Allahun, Allahu do të ruan ty. Ruaj dispozitat e Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahu do të ruan ty. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ruaja dispozitat e Allahut, kemë e gjet ndihmën e tij në çdo moment, në çdo nevojë. Dhe vazhdon pasaj hadithja buton i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa i thot se gjithë krijesat e Allahut, njerëzit, gjindet dhe gjitha krijesat e Allahut xhalla xhelalu, nëse mlidhen me një vend për me të bëni hajër, një dobi, nuk ka mundësi jashtë asaj që Allah e ka caktuar. Edhe anasjelltas, nëse po të njëjtit mlidhen për të bënë ndonjë dëm, nuk ka mundësi përveç se asaj që Allah ta ka caktuar. Edhe di se rufiatil aqlamu wa jaffatis suhuf, janë ngrit lapsat dhe shkrimi është termo ngjyra. Pra po don mi arrënjos besimin, mbështetjen e Allahun Azza wa Jall, këtij djaloshin në zemrën e tij. Për shkak se zemrat e fëmijëve janë të pastër, akoma nuk janë me gjunoh, apo me dunjo, e me gajle, e me epshe kështu me radhë. Për ata, shka ti servojsh ati, dhe me thonë në fjalla ajethir. E për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për në i banë me di se servojnë një fëmijëve tuaj në zemrat e tyre besimin e Allah, në mënyrë që të një rosët pra, të fuse thellë, dhe me thonë rrënjët në zemrat e tyre. E dyta të nderuar është që t'ja u mësojnë, pra t'ja u dashurojnë ibadetet. E koka ibadeteve është namazi. Koka ibadeteve është namazi. Pra ta dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i nxit prindërit pra që t'i mësojnë ato dhe t'i edukojnë fëmijët në frymën e namazit. Fëmijët e tyre në frymën e namazit. Çka tha? Muru auladakum bis salati li sab'in. Urdhnojni fëmijët e juaj
që të falin namazin, urdhërojni pra. Tamam, kjo urdhër nuk ka urdhër detyrimisht, po urdhërojni në atë aspektin për mi ushtruhe. Urdhërojni pra që të falin namazin bashkë me ju. Apo shumicën namazet, apo ndonjë namaz. Çka ku ti mushin 7 vjet. Prin 7 e përpjet. Tamam? Ka thonë wadribuhum alejha li 10. Dhe pasaj çortoni ata kur ti bojnë 10 e përpjet, atëherë në lojën e namazit merrni hapat e dënimit apo çortimit, varësisht se si dhe me thonë ka natyrën fëmia. Tamam? Ka thonë pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa farriqu bainahum fil madaji', edhe ndani fëmijët pra në këtë moshë, ndani mes vetë, në shtrat. Vajzat nga djend pra. Kur ti bojnë këtë moshë 10 vjet, atëherë i ndani nga shtretrit, edhe çka, edhe i urdhërojnë atëherë dhe për faljen e namazit, edhe i çortoni ata nëse ato haliten dhe nuk e falin ndonjë namaz prej namazeve. Pra për shoh mina kupton se si Islami kujdeset që në veçli pra fëmijën ta kanë ta lidh me Zotin e tyre, me krijuesin e tyre. Pse na erremi bashkë këtë tematikë dhe pse dini Allah dhe shohmi hadithet e kanë rrej bashkë këtë tematikë. Unë më thon dikush, pse nuk ka urdhëruar hiç për diçka dunjavije. Dunja zoni punë, doni sen. Për shkak se ajo natyrë është, ajo nevojë njerëzore është. Ata dashni njeriu, ata e kërkon elipsa, ai duhet me jetu. Ndërsa ata që e neglizhojnë mas shumë të njerëzit është çka çështjet e dinit, ahiretit. Pse? Se ka epshin e tij, e ka dunjon apo e ka shejtanin, e ka nefsin, e ka shoqnin, e ka ai të jetu në dunjon. Pra ai me kom, me trupe, me krejt, me galash, me dunjon. Ai nuk mundet munda për kësaj, dashte. Ndërsa në ahiret, halas ka ardha, është një gjë që veç e beson. Për ata ku do ndini Allah xhelle xhelaluhu, e ka rrej më shumë temën aty ku çalojnë njerëzit më shumë ti. Tamam? Pika e tretë, el adlu bejnë el ebna. Këtë kjo është shumë e rëndësishme. Ka thonë është drejtësia mesin e fëmijëve. Drejtësia mesin e fëmijëve. Drejtësia në fakt është element kyç i çdo shoqënie në sipërfaqen e tokës. Duke filluar nga ajo e shteteve, e prandorive, e shteteve, e shoqërive. Tamam? E familjeve, derisa dhe familjeve të ngushta. Tamam? Pra dinja, kjo është element kyç për me kon stabil një shoqënia për një familje. Derisa përmësëm ka urdhëruar pra drejtësinë edhe këtu ka thonë keni kujdes ju prindrit në drejtësinë e fëmijëve. Pse? Me eliminu problematikat. Se në fakt qëllimi i shariatit këtë dunjë është krejt mi eliminu fesadin tokë. Me eliminu kanë fesadin në tokë. Për ata na e shoh një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e transmeton Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, ki pra një djali për djemve ja ka dhënë një shërptor. Ja ka dhënë një shërptor me shërbijat, ja po. Dhe gruaja vet, bashortja vet, po i thot, po du une mi tregu pejgamberit alayhis salam për këtë dhurat që ka dhënë atij, është me vën as është me vën. Dhe ky ka shkuar te pejgamberi Allah, ja Rasulullah ka thonë kështu. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kuptuar mesazhin dhe ka thonë, a ke nga një rob shërptor, pra, me ja dhënë gjithë fëmijëve tu, ka thonë jo ja Rasulullah. E këtu tha poenta, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Ata i tha këtë fjalë të njofshëm, çka vlen për të gjithë ummetin deri në ditën e Kiametit. Tha, tutni jo Allahut dhe banu të drejt mes në fëmijëve tuaj. Pse? Sa prindër nuk kanë kujdes në këtë tematikë, në këtë pikë. Se kjo është kokra e fesadit që ka e letin mes në fëmijëve. Në përmes kësaj padrejtësie ti e mbjell pra hasedin mes në tyre. E mbjell fesadin. E mbjell pastaj luftën, urrëqen mes në tyre. E sa prindër nuk kanë kujdes, sidomos e shqiptarët. Subhanallahu, çka se njohin dinin e Allah subhanahu wa taala mirë. Çka? Me ata çka i ka shkuar kanë dëgjuar pak më shumë atij çka i jep diçka më tepër. Ata që kanë ndoshta nuk kanë fort aguton gjaliti është aguton mirë, po nga natyrë hesapi se janë aguton. Neve na ka urdhëruar dini që na ta shfash me dashurinë aguton të drejtë, ndërsa puna e zemrës ti mundesh me dash dikën më shumë. Atë kuptimin se të dëgjon më shumë, është më i respektueshëm, jo që e duan më shumë që ata nuk e duan, po
Çashtu është natyrë njerëzore, kjo është diçka që nuk e keti në dorë. Tamam? Ka, domethënë, elemente të jashtme që e shkaktojnë këta. Mirë, po ajo është e rëndësishme dinin e ka urdhëruar që në të jashtmen, në veprime, a kështu në do të më shfaq të njëjtë. Tamam? Të më vënë të drejtë. Edhe çka? Po kupton, le fesad mas vdekjes ti. Edhe kush e le këtë fesad mes në fëmijëve, domethënë kanë mi shkua, kupton, kjo katastrofë. Kjo keqe, kjo zong, kjo mos folme ndoshta dhe ki dam që ka me ndodhë mes në këtyre djemve, i shkojnë edhe prindit. A kupton, në varë, subhanallahu mas vdekjes ti. Pse se kjo është shkaku që e ka mbjellë këtë fesad mes në tyre. A peshe sa i rëndësishëm është, subhanallahu sa i rëndësishëm është mësimët e dinit dhe sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta shpëtojnë dunjon dhe ta shpëtojnë ahiretin tanë. Dunjon dhe ahiretin tanë. E katërt nderuar është ar-rahmatu wal-linu fi at-ta'amul ma'al abna. Mëshira dhe butësia të vepruarit me fëmijë. Me kon të but. Mirë, po këthojmë na me kon të but dhe me kon të mëshirshëm, nuk du me thonë se duhet me kon të dobët. Duhet me daluet dobësin nga butësia. Ti e krye familjar, ti e përgjegjës, ti e prindi. Tamam? Allah ti ka thonë gjitha mekanizmat ti për ta udhëheq gruan, familjen dhe evladët. Tamam? Allah subhanahu wa taala. Tash është ketë në dorën tonë se si ti i përdor të mekanizma ndaj fëmijëve. Për ata më kupton, pasi që ti plot fuqishëm dhe ato që ai kanë pronësi, Allahu na urdhon që të jemi të butë ndaj tyre, apo jo të dobët. Ta shfaqmi mëshirën ndaj tyre, mirë po, jo dobësi. Pra fëmia, domethënë të jetë i sigurt në dorën tonë. Tamam, të një siguri, të një qetësi, të një të ndin vetë një mëshirshëm, të ndije vetën në mesin me një ambient të ngrohtë familjar. Mirë po të njëjtën kohë kupton, a e din fuqinë e prindërve. Të njëjtën kohë e din prestigjin e prindërve. E ka në respekt ta kupton emrin, termin babë dhe mamë. Tamam? E kjo domethënë ky lloj kanari shumë pak din me nejt mes në këtyne. Ose dikush, ose del duke treguar kupton fuqinë ndaj ndaj fëmijëve të tyre edhe çka i dëmton. Dhe kjo është kundër çka këtë rënon edukimin. Pra fuqia, ku ka një fuqia dhe agresiviteti e ka shkatruar. Qoftë mes në fëmijëve, qoftë ke ku ke. Dhe të njëjtën kohë, disa duke ik nga agresiviteti, kupton, shkojnë në dobësi. Derisa pastaj nuk ka respekt hiç, nuk guzon respekt hiç, as urdhnat e tij nuk përfillen, as këshillat e tij nuk ndëgjon fare hiç, bile ai kur hinë kur del nuk e din kush hinje dhe kush dol. Pra kjo duhet shumë është me rëndësi me ditë me majt, dhe me thënë këtë baras pesh. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra edhe pse ishte pejgamberi i Allahut, nuk ka më gratë më të lartë se pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë ai fëmijët, nipat e tij Hasan dhe Husejnin, pra i mirëtën e preherin e tij dhe i puthte i vledhatonte. Derisa njëri nga arabët, njëri nga bedevit e shkretirës a kupton kur erdhe pa pejgamberin e Allahut me fëmijë në preherin e tij duke i përqafuar, ai tha, ti tha me kon pejgamber, ti tha me kon kaq njëri lart me fëmijë tha në prehen. Unë tha 10 tha i kam a kupton tha kur tha një se kam përqafuar. Pse? Se në kohë xheljetit kanë mendu sa ma burr, sa ma jegër. Sa ma jegër, sa ma agresiv, sa ma mu friksua, këtë në krijesat e Allahut për teje, kjo është ma burri. Tamam? Kjo pa kokon edhe dhe shqiptarë, këton. Dhe më thonë, fëmija me hec me fëmijë i ka ardhë marë, këton. Me përqafu fëmijën e vetë i ka ardhë marë. Me hec me ta i ka ardhë marë, e kështë me radhë. Jo, kjo është për mësimeve të islamit. Tamam? Mirë, po kjo ka venin e vetë. Dhe formën dhe masën e vetë. Për ta shka tha për mësë më tha, ti, e po tha nuk ka tha faj, kushja Allahu Gjellë Gjellalu e ka hek tha mëshirën nga zemra jote. Për besimtari është që ka mëshirë në zemrën e ti. Për ta tha për jameri sësëm, me la jarham, la jurham, a i cili nuk mëshiron, nuk ka mu mëshiru. Në fillimisht, na butom silmi me krijeset e Allahu Gjellë Gjellalu. Ashtu siç na ka urdhëruar Allahu,
dhe të njëjtën kohë sillemi në mënyrë që Allahu Azza wa Jalla na mëshiron. Pse mëshirojmë ato që kemi në kujdesin tonë, në mënyrë që Allahu Azza wa Jalla të jetë i mëshirshëm ndaj nesh. E pesta të nderuar është mbjellja e moralit dhe vlera fisnike tek fëmijët. Si? Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha, bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Unë jam i dërguar që ti mbjell thot vlerat e larta në popull, shoqëri. Pejgamberi thot, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dhe ti ja Muhammed një shkallë të lartë të moralit. Për ata morali lidhet me imanin, ai i cili e ka thënë imani më të lartë është më i moralshëm, më i edukuar. Tamam? Edhe ky moral pra mas shumti që kanë nevojë ato çka kanë janë kujdesin ton, familjet e tona, evladet e tona, bashortet e tona, të afërmit e tona. Kanë nevojë mas shumti për moralin dhe sjelljen tonë që na t'ja shfaqim aty. Tamam? Nga morali, se morali është një term i gjerë, që ka përfshin shumë edukata mrejnë të nderuar. Pra, prej moralit është ndershmëria, me kon i ndershëm, me folë të vërtetën. Prej moralit është me kon emanetgji, me majt emaneti, me qunë vend emaneti. Prej moralit është me kon modest. Prej moralit është me kon bëmirës. Pra, këtë të cilësi, mos gënjeshtra, mos me rejtë, e kështu më ra, mos me vjetë, e kështu më ra. Këto ketë janë elemente që duhet na, çka, me kalimin e kohës, fëmijët e tonë duhet me ja mbjellë këto, këto. Mirë po, këto na, kena me pa se edukimi ma i mirë është edukimi me vepra, jo me fjalë. Se fëmijët më shumë thithin se çka ban prindi, jo çka flet. E gjasha të nderuar është kujdesi sidomos për edukimin e vajzave. Për edukimin e vajzave, për shumë arsye. Fillimisht vajzat, femra është, si thojnë, bazamenti i shoqërisë, ku pa atë nuk mund njerëzit më ushtu dhe më thonë dhe me më ushtu në dunjo. Për ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka tha? Men ubtiliya min al-banati, men ibtuliya min al-banati bi shay'in fa ahsana ilayhin kunna lahu sitra min an-nar. Dhe ka prun termin këtu men, kush është sprovu thot me vajzë. Mirë, po këto është buk fal. Nëse thojmë na a kupton pse ka ardhur këtu ka thonë dhe kush është sprovu, këto është për çim men ruzika, kuptimi është kush është furnizu. Po pse ka ardhur me temin ibtila sprov? Po shkak se çdo sen këtë dunjën sprov. Allah ka thonë do të sprovojmë me hajr dhe sherr. Çdo sen këtë dunjën është sprov. Pasuria është sprov, evladet janë sprov, ilmi diturien është sprov, hifzi Kuranit që Allah mund me ta mësuan sprov për ti, mund me konë për ti edhe kundra teje. Pozita dhe abuton diçka në dorë abuton është sprov për ti. E Allah azza wa jall pse ka thënë këtë herë këtu për këtë arsye, një dhe e dyta ka shkuar në shkallën e atyre se shumica për njerëzve çka kur i lind vajza abuton e quhen sikur diçka u sprovova be subhanallah. Tamam? Se shumica natyra e njerëzve, shumica e njerëzve mendojnë se djali është më i mirë. E për ata pjamse e ka veçu vajzën e edukim ka thonë, dhe kush është i furnizuar me një vajzë dhe edukon mirë atë, ka me kanë ky lloj edukimi dhe kujdesi që ka bën ndaj kësaj vajze dhe të kënaqur që Allah ja ka thënë, ja ka dërguar, kupton, ja ka furnizuar, ka me kanë pengesë mes tij dhe zjarmi i xhenemit. Subhanallah. Shuf, edhe vladet e tu, që ti knaqësh me to, a kupton? Allah azza wa jalla ka bën me thonë çka, nëse ti kujdesesh për to, do vetëm për kujdesja. E lejti mo, kjo pastaj kur del në derën e huaj, si thojnë, pastaj ja edukon fëmijët e vet, pastaj apo kupton fjala është përndan hajrin, këto henez janë hajre që kanë me të arti për mas si shkak që kanë ti edukuesi mirë. A kupton? E shtatat nderuar është drejtimi dhe rekomandimi fëmijëve për të mësuar dhe për të bën vepra të mira. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka kur e pa një fëmijë sikur Abdullah ibn Abbas e pa se ka kapacitet për të nxjerrë dituri. Pra bëri dua për ta, tha o Zot Allahumma faqihu fi din,
wa allimhu ta'wil, o Zot, kuptoja dinin këtij, edhe çka, edhe mësoja komentin fjalëve të tij, fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Dhe e zuri bereketi i kësaj doje Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kjo pra neve na mëson që na duhet të bëjmë dua për fëmijët e tonë. Që doja prindëre pranohet për fëmijët. E jo me po kundër jadhen billah. Pra kjo është, nëse ndjekmi mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ta shohmi se ati është shpëtimi jonë i dunjës së ahiretit. Në gjitha fushat, në fushën e punës, shkollimit, edukimit, lidhjeve, raporteve e kështu me radhë. Se dini Allah ka zbrit këtë din sistem të plot, a kupton çka nuk mund me barazu dhe me krahasu me asnjë sistem për fashën e tokës. Edhe pse sistemat tjera kupton pejgamberëve të mëhershëm janë konë përkohësisht dhe janë konë me një lokacion, me një vend prej vendeve. Ndërsa dini Allah është gjithë përfshirës. Për këtë shoqëri dhe për këtë njerëzit dhe për gjitha kohërat. Edhe për të gjithë shtresat. Për ata më na shohmi se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra na mëson se na duhet të bëjmë dua për fëmijët edhe t'i rekomandojmë ato që të bëjnë vepra të mira. Bëjnë vepra të mira. E teta është tahdhiru al-abna min al-ma'asi bi rifq wa hikma. Edhe një pikë shumë është me rëndësi që na thot duhet miu bon kujdes fëmijëve, vrem ju dhon vërejtje nga mëkatimi ndaj Allah subhanahu wa taala. Mirë po këta me bën me butësi dhe me urtësi. Jo me agresivitet. Se kjo vetëm shka e shtini ma shumë ka e keqja. Tamam? Pra ta edukimi nuk është çështje e lehtë nderuar. Edukimi fillimisht na duhet me kërku pi Allah subhanahu wa taala ndihmën e tij. Se pa ndihmën në fakt në gjithçka, po sidomos te fëmijët, natë edhe ditë na duhet me lut Allahun dhe me bën vepra të mira dhe me bën ibadete dhe adhurime si sadaka për ta mirë që Allah azza xhel ti merr dhe ti udhëzon. Dhe pastaj ti marrim nas të bejpët nga gjitha ënd, fillimisht nga arsimimi dhe edukimi në frymën e asaj që pejgamberi na ka mësuar dhe pastaj buton rrethin që na rrethon. Na shohmi se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e largoi një person buton nga një mëkat i madh. Shkoi ai te pejgamberi Allah, tha ja Rasulullah, tha tamam, tha unë e pranova islamin, mirë po e kam një mëkat tha shumë për zemre. S'muj me lau, s'muj me hek dorë. Zinaja, jadhen billah. Tamam? A mjep thot leje vetëm për që të mëkat, a kupton që e ta baj. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk hini mi ka zukti dispozita. Po ja mund këtë këshiri kë ka problematikën dhe nga kupton në fjala si duhet këti mi adhon ilaç. Çka tha? I dha një argument logjik. Dhe nga një herë duhet shumicën e herë bile kupton. Ajo fetare është në fund në fakt. Shumë herë neve kupton duhet shumë herë neve në nevojitën dhe me thonë argumente kupton dhe këshilla logjike. Tamam? Se ai nërdije e di se o haram. S'kisha mi kazun këtë pikë, po ti dush mi ardhë me një formë këtë tjetër bindës si pas logjikës dhe kapacitetit që ka pasiton dhe problematikës. Pejgamberi çka tha? E tërdahu li ummik. Këtë forma natyra kupton e mëkatit. Zinaja, po. E zinaja kupton në fjala çka? Me ata që ka banë zinaja, ai është ose motra, ose nona, ose dikujna. Tamam? Ose vajza. Jadhen billah. E çka e tha për zëmë? A dëshiron, tha ti, këtë vepër në familjen tonë? Nga dikush? Tha jo, ja Rasulullah. Po tha pejgamberi sa më nasu, wala nasu yardawnahu li ummahatim. As njerëzit nuk e dojnë këtë veprim për nënat e tyre. Edhe subhanallah, thot pasaj ki sahabiu, thot mu ka hek, thot kjo dëshirë e keqe nga zemra sikur me dorë. Tamam? Pse? Se me njëherë mati me kanarin a kupton çka? Po edhe unë nuk e dua kupton në këtë veprim ma bo dikush. Atëherë edhe unë pra nuk u dashka me ja bo dikujna. Pra kështu unë na jep jamsëm një mënyrë se si na duhet me eduku fëmijët e tonë. Me shembuj praktik, me shembuj shumë të thjesht për bindës. Mas mirë t'ja kuptojnë dhe ma mirë a kupton në fjala pastaj e marrin. Qeta të ndëruar është mja u dashuru dhe mja mbjell dashurin dhe Kurani Kerimit.
në zemrat e fëmijëve to. Para ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Thëmë më i miri nga ju është ai i cili ja mëson Kur'anin dhe mëson tjerë. E mëson Kur'anin dhe mëson të tjerëve. E na fëmijës tonë do të më kallëzue se po don me kon më i miri mësoj fjalën e Allahut subhanahu wa taala. S'kuna ku doj me thonë, a do me kon më i suksesshëm, më parelia, shko për futboll për shembull. Apo do me kon më i miri te Allahu subhanahu wa taala, më i dobishëm, mësoj fjalën e Allahut xhelel xhelal. Apo do me kon më i bereqetshëm në jetën tonë, në familjen tonë, në rrezikun tonë, në jetën tonë komplet. Mësoj fjalën e Allahut, nisë jetën tonë me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Kurani i Kerimi çka ka prek e ka bën bereqetshëm. Ka prek umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka bën umetin më të mirë. Ka prek, ka zbrit mbi njeriu, mbi Muhamedit se me ka bën pejgamberin më të mirë. Në përmes melekut e ka bën melekun më të mirë. Në muajin Ramazan e ka bën Ramazani muajin më të mirë. Tamam? Për ata ka thonë na kena zbrit këtë Kur'an të bereqetshëm. Për ata guton nisë edukimin e fëmijës tan me dashuri ndaj fjalës Allahut subhanahu wa taala. Mirë pa guton të keshe kujdes këtu për shkak se ka shumë rrëmuje. Gjithherë mundohun me gjetë metoda dhe mënyra se si fillimisht dashuroja fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është shumë e rëndësishme. Për shkak se na ka thënë një doktor kur ishmi në mësime atë në fakultet, tha unë si i ri tha atëhera guton ku lindi fëmia i parë dhe unë ai entuziazmi për t'ia mësuar Kur'anin e Kerimin, djalit tem ta baj të mirë, aty si çdo i ri guton, menon se me ashpërsia guton. Ti anisa guton, tha unë ai nuk e doj kjo si fëmijë, tha guton lakmon lojnë, lakmon ata, lakmon këta lodha të kështu me radhë. Unë guton me gjitha mënyrat, mekanizmat, format derisa dhe me shumë me qitek bile ka di herë, shumicën e herë bile. Apo vetë që mësoj fjalën e Allahut derisa guton u lodha. U lodh fëmia, u lodha dhe unë. Tha shkova pastaj te hoxha jem, tha ishte 70 vjet. Dhe po i thon, tha shka me bëme me djalin tim, diçka s'kru dëshprova. Se këto i rivi shumë njëherë. E dëshira, entuziazmi ta bëj një punë më njëherë, me nëse më njëherë do të me vjell, me mjell, para dite, me hongër mas dite, e kuton frytin. Le? A kuton. Edhe me njëherë dërzohet. Tha për shkaj të bon, tha vallaj qështu. Derisa nuk jam t'ja shkep hiqe, kuton edhe kam gjikin. Po jo mërë edha, ti në fakt nuk i t'ja dhonë Kur'anin. Edhe nëse arrin ti, sa i nësha s'ka qara, kuton në shala pitutës pa e mësu faqët, kuton në shala me e kri. Amo ti prapë sa ke dhonë Kur'anin. Sa ke dhonë Kur'anin. Hapi i pari Kur'anit është mja dashuru ti Kur'ani Kerimi. Nëse arrin ti që këta në zemrën e fëmijës, edhe nëse shkon ka dalaj, ti ja ke dhonë fjallën e Allahut. Herë do kur doj ka me mësu, ka me arrit i vëzim. Mirë po këta arrije, pasaj ka me bëdobi. Ndërsa guton, thot, ndërsa nëse ja jep ti fjallë, aj herë do kur do këtë bon ti madhe ka me leon, se ja ke gërdit. Për ata guton, të kemi kujdes, kur na ti edukojmë fëmijët në Kur'anin e Kerim, në sunnet, në namaz, në adhurime, do të kemi shumë kujdes. Shumë kemi kujdes. Pa ta kjo është praktikisht e guton. Fillimisht që dashurojmë fjalën e Allahut. Dini edhe pse? Se 99 mekanizma, elemente, guton, servimet, kështu janë në fakt për më na gërdit dini Allah. Kështu të mëdha që ka për ndodh. Jo se fëmijëve guton. Kështu ka bën në për lloj lojë, lloj seni, lloj subhanallahu guton, rrjetet sociale, telefonat e kështu me radhë, sun po i shketmi nga ato guton. Edhe lloj të mira atje guton. Subhanallahu, që ka thonë për jamësam se huffetin naru bish shahawat. Zjarë në gjehenemi qka? është i rrethu me epshe dhe knërsi. Këshirë ti shkatrimtarët për fëmijët i kanë rrethu me knërsi. Në mënyrë që ajtë lakmon, 24 orë me eleon fëmijën që atja i nuk hejkët. 1 orë lejnë Kur'anin e Kerim pëkutët. E për ata gëton, na duhet me konë, duhet me vepru me të njëjtën mënyrë. Apo i zbukurojnë ato të këshijat, por fëmijët e tonë me na shkatru po, atëherë na duhet më mundue të mirën me zbukuru edhe ma shumë, me punu. Bile ma shumë energji na duhet me hargjue, që na duke zbukuru, mja u dashuru të mirë atë guton, që mja u zavensuna. Sa atëherë shumë letë është, aje merë shumë letë, dini Allah të shumë i lejtë. Fjallë Allah subhanahu wa taala, edukimi e kështu me radhë. Por këtë problematika është se është faqë një çfarë ftofje. Tamam? Çfarë distance, një çfarë largimi, subhanallah. E këtu na e kemi problematikën dhe këtu na e kemi sfidën.
Nuk do të më quna, në këtë distancë që fëmija e ka një humner mes hajrit, mes Kuranit dhe sunetit, në ibadeteve dhe edukimit, Islam më kupton dhe ti e ka një humner shumë të madhe, ti qosh apo nuk e shikon hiç jo. Do të më formu një urtë për herë, do të më afru fëmijën afër saj. Më ia dashuru. Pastaj e kupton me kalimin e kohës, her pas here e merr bi idhnillahi subhanahu wa taala. Pastaj thot me bën dua thot për fëmijët e tonë. Jo më bën kundër atyre. Se edhe kjo është një dukuri shumë e keqe te prindrit, në veçanti te nënat, për shkak se ato kanë më shumë punë me fëmijë. Telefoni baba apo nervozot del për jashtë. Edhe jetë këtë barra kupton nënave. Ndërsa fëmijët janë përgjegjësitë e dyve, sidomos në edukim. Përgjegjësia e të dyve është, domethënë, edukimi i fëmijëve. E pejgamberi sa më shka la tad'u ala anfusikum. Mos u lutni kundra vetes tuaj. Wala ala auladikum, dhe mos u lutni kundra fëmijëve tuaj. Wala ala amwalikum, dhe mos u lutni kundra pasurisë tuaj. Pra vënë një rregull pejgamberi Allahut që mos bajni dua kundra pasurisë juve, vetvetes juve, familjes juve, evladëve ju. Se mundet me ndodh momenti ku pranon duaja dhe është shkatruese për ju. Tamam, se çdo sen që Allah, këto janë këtë dhuratë. Shëndeti jote është Allah ta ka dhënë dhuratë. Tamam, evladi Allah ta ka dhënë dhuratë. Tamam, pasuria Allah ta ka dhënë mu shërbimet e. Që mundesh me bëj hajër të madh nëpërmes saj, me përfitu. E që shka mundësia, këtën, ti në vend me falendru Allahun, ti e malkona, këtën, apo e fyn, e jedhen billah. Këto janë 10 porosi pejgamberike sa i përket evladëve të nderuar. Ndërsa, përse pejgamberi Allahut na ka nxit neve, këtën, që të edukojmë fëmijët e tonë, ka thonë për shkak se edukimi është një emanet i madh. Edukimi është një emanet i madh. Allah Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim tha: "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." O ju që keni besuar, shpëtoni veten dhe familjen e juaj nga zjarri i xhenemit. Edhe kjo ndodh nëpërmes edukimit. Tamam? Pra ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Çdo njeri nga ju është përgjegjës për kopën e tij. Prindërit janë përgjegjës për fëmijët e tyre. Tamam? Ka thonë, salahul abna imtidad li salahil walidain. Pastaj e dyta, pse na ka urdhëruar versam? Për shkak se argumenton thot, përmirësimi i fëmijëve është i lidhur ngushtë me përmirësimin e prindërve. Ashtu si janë prindërit, janë evladët. Dhe ashtu si janë evladët, janë edhe prindërit. Për shkak se ato ushqejnë një në tjetër, me një ambient kanë jetu. Që thot versam? Ka thonë, idha mata l'insani inqata amaluhu illa min thalathin. Qëfse ku të vdes njeri ju të gjithë një ndërpritet. Apo do me pas një kredit rrjedhës për ti që ka të vinë hajrë, edukoj fëmijët. Ka thonë përveç një sadakaj rrjedhshme, ka thonë një dytëri që ka kanë dobi njerëzit dhe një fëmijë që ka kënon të edukuar dhe ban dua për ty. Ban dua për ty në mënyrë të veçantë. Në çdo namaz, në fakt në të jatë, thojmë që thojmë na, Rabbena gfirli wa li walidayya. O Zot, falem mua dhe prindrit e mi. Ti pa dijen tonë ndoshta. Në çdo namaz, në çdo tahiyat ti ban dua për fëmijët, për prindrit e tu. Allah e ka bën që në namaz me përfshin duajën ndaj prindërve, si hak ndaj tyre. Mirë, po për me mriti këtë hajra kupton që fëmia me bën këtë dua në tahiyat, apo a tham na do më mësu namazin. Mundo me eduku që ta mësh një dhe e dyta me bën dua në mënyrë të veçantë. Për ti me bën dua për ti në mënyrë të veçantë, më ngrej duhet të Zot falë prindërit e mi, më shiroj ata, fali. Dhe e treta kanë thonë në kupton dhe çdo vepër çka e bën ti, që vjen si rrjedhojë edukimit çka prindit e tu kanë sakrifikuar, dhe me thonë fjala pa tu paksuti si fëmijë i shkojnë prindërve. Për ata kupton kanë thonë se fëmijët janë veç asaj të mirës që Allah ka dhënë janë edhe çka një shansë e dytë për njerëzit, për njeriu. Shansë e dytë. Apo mundësi e dytë. Çdo mangësi, çdo çalim që ke bën jetën tonë, çka mundohu me dhon te fëmia jot me plotësue çdo hajër në mënyrë që pastaj të vjen ai hajër te ti mas vdekjes. Ka thonë himayatul mujtama' min al-fasad wal-inhilal. Ka thonë edukimi është i paqëtërsueshëm për shkak se argumenton kë parandalon çka fesadin në shoqëri.
edhe korrupsionin, edhe çdo lloj të keq. Tamam? Pse? Se shoqënia është e përbërë nga familjet nga vladët, prindë kështu me radhë. Kur të kujdeset çdo njëri, pse janë tush ti vetëm këshire një herë aguton plani djallëzor që mundohen me prish familje. Ha? Me prish familjen, pse u prish familja, u prish shoqëria. E jadhan billah. Për ata aguton se armatura e shoqërisë janë familje. Edhe këshire ti e dinja Allah, të feja Allah subhanahu wa taala që është e rre këtë temë shumë. E musliman do të me konë zgjuar aguton me i pa fjalët e Allah që alë dhe me thonë me shumë kujdes që ta marrin mesazhin e duhur aguton dhe të plot dhe kujdesin. Pse? Që në mënyrë që na mos të na rrezikohet e ardhmja jonë. Pastaj aguton pse neve na ka rënë mësam që me eduku fëmijët është për shkak se fëmijët kanë një rol të veçantë në përhapjen e vlerëve të Islamit dhe hajrit. Ku ta edukosh një fëmijë, apo një djalë apo një vajzë, ai një zot e di apo e ardhmja e atij çfarë pozicioni merr. Edhe ka hajra apo ku shodhes shtetin, një njeri apo tamam apo një komunë, apo një ministri e kështu me radhë. Një njeri është kjo të udhëhes me koni hajrit. Prej atij një shpërndat hajri. Po me koni sherri Zoti na ruaj, atë po. Por ata pse apo akhiri zamani është ndërkohët më të vështirë dhe më me shumë domethënë të këqija. Për shkak se mi lidh hadithet, për shkak ka thënë se kanë me i marr pozicionet njerëzit që nuk janë adekuat për ta, njerëz të padrejt. Edhe çka? Pastaj nga këto shpërndahet sherri dhe e keqja, padrejtësia. Apo por ata ka rol të madh edukimi i fëmijës, sidomos me një jetë në mënyrë që t'ja shef njerëzimi dhe krijesat e Allahut që shohin hajrin. Pastaj kanë thonë pensa ka thonë bina ummetun qawiyya. Ka thonë ndërtimi i ummetit nëpërmes edukimit të fëmijëve është ndërtimi i ummetit. Një ummet, një popull i fuqishëm. E gjashta tahqiqu sa'ada fi dunya wal akhirah është me arrit kënaqësinë e dunja dhe ahiretit. Do të na vetëm se e cekam hadithin parzit, ku tha pejgamberi ku ja ka dhënë kush e ka furnizuar ka furnizuar Allahu me një vajzë ai edukon atë në frymën e Islamit, në frymën e vlerave, në edukat. Pastaj ajo thot ka më bon shkak, do të thonë më mbrojt nga zjarmi i xhenemit. E shtata të nderuar është për shkak se aguton edukimi është adhurim në vetë dhe afrim të Allah subhanahu wa taala. Mos e bësh mi hiç për asnjë vetdije tjetër aguton. Tamam, bane vetëm për me arrit kënaqësinë e Allah subhanahu wa taala. Se këto tjera në fakt si cekam, si nuk i cekam, ato kanë me ardh. Po bile bane për sevap. Bane për adhurim dhe Allah subhanahu wa taala. Bane se Allah të ka urdhëruar. Bane se unë këtë dhuratë që më ka dhënë Allahu duhet më kujdes për ta. Tamam? E kështu me radhë. Dhe e teta e fundit duqatu lebna min al-fitn wal inhiraf, edhe normal e kupton kjo nëpërmes edukimit të arrim prana që fëmijën ta shpëtojmë nga devijimet e kupton dhe fitnat çka ju kanë nosur. Por ata pejgamberi çka thot? Ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra. Nuk ka fëmijë vetëm se lind në pastërtinë e imanit, në fitra, në natyrshmërinë e pastër. Dashmia e pastër do të thonë njeh Allahun, krijuesin, e njeh prindërit, respekton ata, krimtari, pastërti njerëzore kupton. Por vetë se thot çka? Vetëm se pastaj ndikimi i prindërve të ta bëhen jehudi apo krishterë. Ky sa i përket besimit. Po ne më thon lirisht ndikimi i prindërve në edukim, pra ato janë avuton të pa edukuar, atëherë fëmia edhe pse është si fëmijë i pastër nga natyra, pastaj ka më bon jo edukativ. Ka më bon i keq, ka më bon vjedhës. Pse? Sa thamna se pastaj prindrit e lakojnë dhe drejtojnë anë ka ata. Për ata kupton e lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhalla xhelalu fillimisht neve ta forcon dhe na jep kupton besim të fortë në dinin e Allahut subhanahu wa taala. E lutim Allahun azza xhel që Allahu xhalla xhelalu të na mëson fëmijët tonë, të na uzon rrugën e drejtë dhe të na t'ja u ban që ta dojnë fjalën e Allahut, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të na ruan nga çdo e keqe çka po kanoset në këtë ditë. Lutim Allahun subhanahu wa taala që umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam t'ja jep vendin e duhur dhe pozicionin që ne kishte. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpëlef për ndërim.